Pak vite më parë, të gjithë qytetarët e Vlorës mbajnë mend një projekt i cili titullohej Vlora Smart City, një sistem multifunksional i cilësuar si tepër i rëndësishëm për qytetin dhe i pritur reklamuar me shumë bujë. Po me aq bujë sa u reklamua, aq edhe më i madh ishte dështimi i tij, duke u kthyer sot, pavarësisht vlerës së lartë financiare që kishte, në një projekt që nuk solli asgjë për qytetin, duke dalë shumë shpejt jashtë funksionit. Sot prej projektit Vlora Smart City kanë mbetur vetëm disa kamera të sigurisë, të cilat janë të vendosura në lungomare, duke qëndruar prej pak vitesh aty. Kamera këto që sigurisht janë jashtë funksionit, ku madje shumë prej tyre janë thyer dhe në mas shumë të tjera janë hequr prej shëtitores së Vlorës. Po çfarë ishte në thelb Vlora Smart City dhe si u projektua ai se do të funksiononte? Sipas informacioneve të siguruara aso kohe, ky projekt përmbante një sistem multifunksional teknologjie që do të mundësonte një rrjet komunikimi të shpejtësisë së lartë i bazuar në fibër optike. Shërbime Wi-Fi falas në të gjithë zonën e lungomares, si dhe në zonat më të frekuentuara të qytetit, por edhe stola interaktiv për banorët dhe turistët, por edhe shumë shërbime të tjera. Asnjë prej këtyre shërbimeve vlen të theksojë se nuk janë më funksionale në qytet, dhe mbi të gjitha, ato janë zhdukur përfundimisht bashkë me fatin e stolave të famshëm inteligjent të Vlorës. Vendosja e kamerave të sigurisë do të bëhej sipas projektit përgjatë të gjithë shëtitores, 8 kilometra, kryqëzimeve kryesore të Vlorës dhe disa nga zonave më problematike. Kamerat e sigurisë të cilat do të shërbenin për rritjen e sigurisë në qytet për banorët, por edhe për turistët që vizitojnë Vlorën. Sot në qytet nuk ka asnjë kamerë funksionale të sigurisë e cila të menaxhohet apo vëzhgohet nga institucioni kryesor i Vlorës. Madje, një prej pjesëve më të rëndësishme të këtij projekti ishte edhe krijimi i 2 sallave të monitorimit, një prej tyre në policinë bashkiake, ku do të vëzhgohej thuajse i gjithë qyteti. Një sallë e tillë nuk u ndërtua asnjëherë, duke mbetur edhe sot në letër. Në Vlorë ka sot me qindra kamera sigurie, por ato janë një tjetër projekt i realizuar këtë radhë nga policia e shtetit dhe mbikëqyrjen nga policia e Vlorës me sallën e monitorimit të ndodhur në komisariatin e policisë së Vlorës. Ai projekt që nuk realizua më parë është kryer tashmë, por këtë radhë nga policia e shtetit.